Pikrisht ajo deshta të them. Është aftësia e jashtëzakonshme në shkencë politike dhe në secilën shkencë tjetër, posaçërisht në shkenca sociale, artet jo marciale, po këto artet liberale, është aftësi për me në bazë të lëvizjeve, në këtë rast politike, në bazë të mendimit politik, në bazë veprimeve politike, ti ta zbërthesh edhe të vjen me një konkluzion deduktiv çka ka me ndodh apo çka supozohet sipas mendimit të na. Po mendova që do ngritësh t'ja apo dorën. Po se kam unë problemi edhe në Alilit, nuk e kam unë problemi edhe në dorën Alilit. Po vetëm kujdes aty mikrofonin, në rregull, ngritu. Urime. Ky është një moment historik, zona e Zotërit. Unë se kam problemi edhe në dorën Halilit në Kosovë. As pak për këtë punë. Do thotë kjo është merit aftësi e tina. Gjatë të cilën unë as nuk e kam ditë, as nuk e kam po, edhe pse Halili shpesh shkreton kur thot apo shkruan shtabi, je zishka idejonës, je atje ata kanë dhënë rrogën vetëvendosja. S'jam, sepse s'jam. Ka qef Halili mu konë që mi flet argumenti me thonë, a përshë kjo i shqiton, ose i blem, po ja që s'jam. Ata me qenë sa ma pak. Ajo, tem tjetër. Ndigjom. Tem tjetër. Qefi jam ata me qenë pak, jo me qenë shumë. Po, ajo tash kjo pjesa dytë, o tjetër sen. Unë nuk isha nolën këto, sepse kjo është evidente, isha nolën shkurt të pjesa dytë. A mos ndodhë kjo, fillimisht? Po, pse mos me ndodhë? Kjo pse mos me ndodhë? Këtu është tash Halili gjithashtu i fort në analizën... Ka pozicionin politik.